i madhëruar, i lartësuar, është Allahu Azza wa Jall me madhështinë e tij. Allahun e plot fuqishëm e falenderojmë. Për Allahut Azza wa Jall ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje prej çdo të keqe që e veprojmë me dije apo pa vedije. Atë të cilin e udhëzon Allahu i lartë madhruar në këtë fe madhështore, në këtë udhëzim madhështor, në këtë rrugë të artë, nuk ka askush që ta privoj dhe ndaloj nga kjo mirësi kaq e madhe. Dhe në të cilin nuk zbret udhëzimi Allahu xhele xhelalu, nuk ka askush që ta drejtoj dhe orientoj për në rrugën e drejtë. Vërtetoj e dëshmoj me bindje të thellë se nuk ka hyjni tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut Azza wa Jall. Dhe vërtetoj e dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i Allahut. Ai e përcolli mesazhin hynor që ja ngarkoi i gjithë pushtetshmi, e plotësoi amanetin dhe thirrri në rrugt të Allahut deri në fundin e jetës tij. Salavatet selamet i dërgojmë i më të mirë e krijesave, mi familjen e tij të ndershme, mi shokët e tij besnik dhe mbar pasuesit e tyre deri në ditën e fundit. Po të Allahu i lartë madhruar në librin e tij fisnik, pasi kërkojmë mbrojtje për Allahun nga shejtani i mallkuar. O ju besimtar, o ju që keni besuar, friksojeni Allahut me një frikë të vërtet, me një frikë të sinqert, ashtu siç meriton Allahu xhele xhelalu t'i friksojeni. Dhe mos vdisni pra mos t'ju gjej vdekja vese ju duke qenë musliman pra në fen e vetme të pranuar tek Allahu Islame. Thot përsëri Allahu i lartë madhëruar, o ju besimtar, o ju që keni besuar, friksojeni Allahu dhe gjithmonë flisni të drejtën. Kur do herë, flisni të vërtetën, të jeni të drejtë. Se në këtë mënyrë Allahu xhele xhelalu do t'i përmirësoj çështjet tuaja, punët tuaja do t'i korrigjoj, dhe dijeni se ai i cili i bindet Allahu xhele xhelalu dhe të dërguarit të tij, s'ka dyshim se ai njeri ka korrur një fitore të madhe. Të nderuar besimtar, s'ka dyshim se njeriu e pason dinjiteti. Po çka është dinjiteti i njeriu në Islam? Islami jep rëndësi shumë të madhe dinjitetit të njeriu. Sipas mësimeve islame, çdo qenie njerëzore është nderuar dhe respektuar, pavarësisht prej ardhjes, racës, pasurisë apo statusit shoqëror. Dinjiteti i njeriu buron nga fakti se ai është krijuar nga i gjithë pushtetshmi, nga Allahu Azza wa Jall, dhe është pajisur me mendje dhe ndërgjegje dhe përgjegjësi. Allahu Azza wa Jall në Kur'anin fisnik na tregon se e ka nderuar njeriu. E ka nderuar njeriu mbi shumë krijesa të tjera. Allahu Azza wa Jalla përmend në librin e tij fisniku thotë: "Wa laqad karramna bani Adam." Pra, me të vërtet e kemi nderuar birin e Ademit, njeriu. Pra kemi ngritur lart nga krijesat e tjera. Ndërsa në një ajet tjetër thotë Allahu Azza wa Jalla: "Wa laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim." Me të vërtet e kemi krijuar njeriu në formën më të mirë të përsosur. Ky nderim, të nderuar vëllezër dhe motra, nënkupton se çdo individ duhet të trajtohet me dinjitet dhe drejtësi, me mëshirë dhe respekt. Sepse Islami ndalon çdo formë padrejtësie, poshtërimi apo diskriminimi ndaj tjetrit. Fyerja, përgojimi dhe shtypja janë veprime që e cënojnë drejt për drejt dinjitetin njerëzor. Një aspekt i rëndësishëm i dinjitetit në Islam është edhe barazia mes njerëzve.
Pejgamberi jon I dashur sallallahu alaihi wasallam ka theksuar në hadithet e shumta se nuk ka dallim mes njerëzve përveç se në devotshmëri, ku thot la farqun baina arabiyun wa ghayru al-arabi. Pra nuk ka dallim midis arabit dhe jo arabit, illa bi taqwa, vetëm se në devotshmëri. Kjo do të thot se vlera e njeriu nuk matet me pasuri apo se pozit, por me morali dhe sjelljen e tij. Gjithashtu Islami e lidh dinjitetin me përgjegjësinë. Njeriu është halife në tokë, pra është përfaqësues në tokë. Allahu Azza wa Jalla përmend në librin e tij Fisniku thot, për kujto kur u tham me lajkeve engjëve, ne do të bëjmë një përfaqësues në tokë. Inni ja'ilu fil ardi khalife. Pra Allahu u tha me lajkeve, se e dinte Allahu gjithë pushtetshëm për krijesën që do krijonte për njeriu, Ademin, pasardhës e tij, cilit jemi ne. Prandaj njeriu është halife në tokë dhe duhet të veprojë me drejtësi, ta ruaj moralin dhe të kontribojë për mirëqenien e shoqërisë. Ai duhet të respektojë jo vetëm të drejtat e tij, po edhe të drejtat e njerëzve. Dinjiteti i njeriu është nga shtyllat themelore të mësimeve islame. Islami e konsideron njeriu si një krijesë nderuar, të cilës I është dhënë një pozitë e veçantë në mesin e krijesave. Ky nderim nuk është I kufizuar vetëm për besimtarët, por për çdo qenie njerëzore, duke e bërë dinjitetin një vlerë universale. Por si paraqitet burimi I dinjiteti islam tek ne? Dinjiteti I njeriu buron nga vetë krijimi I tij, sepse Allahu Azza wa Jalla e krijoi Ademin me duart e tij. Dhe ja vendosi ja fryhi vetë shpirtin Ademit alayhis salam. Me këtë I ka dhënë një vlerë të lartë njeriu. Për më tepër njeriu t'u dha dhe arsyeja, mendja, logjika dhe aftësia për të dalluar të mirën e keqja. Dhe kjo e bën atë përgjegjës për veprimet e tij dhe dallon atë nga krijesat e tjera. Si shtam, njeriu konsiderohet dhe është si halife, përfaqësues në tokë. Është përfaqësues njeriu. Allahu e ka vendosur përfaqësues në tokë. Ky rol nuk është vetëm nder, por edhe përgjegjësi e madhe. Ai duhet të kujdeset për drejtësinë, të mbrojë të dobtit, të kontribojë në ndërtimin e një shoqërie të drejtë dhe jo të cënojë dinjiteti I tjetrit, sepse në këtë rast bie ndesh me këtë përgjegjësi. Barazia do të jetë vllazërore dhe njerëzore. Një nga parimet më të rëndësishme është barazia mes njerëzve, sepse Islami refuzon çdo lloj racizmi apo diskriminimi. Të gjithë njerëzit janë pasardhës të Ademit dhe Havas. Vlera e njeriu matet me devotshmëri, takwa, dhe jo me prejardhje apo pasuri. Dhe kjo krijon një ndjenjë të fortë vllazërie dhe solidaritetin në shoqëri. Islami dhe muslimani do ta mbrojë dinjitetin e vetë dhe të njerëzve. Islami vendos rregulla të qarta për mbrojtjen e dinjitetit. Ndalon përgojimin, shpifjen, talljet me të tjerët, urdhëron respektimin e privatësisë së individit, ndalon padrejtësinë dhe shtypjen në çdo lloj forme, kërkon drejtësi edhe ndaj atyre të cilët nuk pajtohemi. Edhe një diçka që nuk e pëlqen, nuk të pëlqen, atëherë do të gjykosh me drejtësi. Këto rregulla synojnë të krijojnë një mjedis ku çdo individ ndihet I respektuar dhe I sigurt, dhe jo të tallemi me të tjerët, apo siç hasim sot një fenomen shumë negativ dhe shumë të rrezikshëm në shoqërinë tonë, sidomos tek të rinjtë të rejat, dhe është bullizimi. Është një fenomen jashtëzakonisht I rrezikshëm. Sot e hasim shumë në shoqërinë tonë, ku e vën përpara një njeri të dobët dhe e tallin, e bullizojnë
e ofendojnë me lloj-lloj fjalësh, me lloj-lloj fjalori, përballë apo në rrjete sociale, dhe kjo shkakton dëme të pa riparueshme. Kjo gjë shkakton dëme shumë të rënda që nuk riparohen, saqë të çon dhe të shtyn ku te vetvrasja, të veprimet e këqija dhe të urryera. Prandaj Islami është larg nga ky fenomen shumë negativ që ka kapluar fatkeqësisht shoqërinë tonë dhe del për detyrë e gjithë secilit prej nesh ta luftoj hapur dhe fuqimisht këtë fenomen negativ. Në Islam gjithashtu dinjiteti lidhet dhe me lirinë, të nderuar vëllezër dhe motra. Islami e lidh dinjiteti me lirinë e njeriu. Çdo individ ka të drejtë të zgjedhë, të mendojë dhe të jetojë me nder. Nuk është e pëlqyeshme as e lejuar detyrimi në fe. Që ne ta detyrojmë pra njeriu në fe. Allahu Azza wa Jall thot në librin e tij Fisnik, la ikraha fi din. Nuk ka detyrim në fe. Pra nuk lejohet ta detyrojmë tjetrin në fe. Ti, unë, ne kemi për detyrë të bëhemi përcjellës të kësaj mirësie. Pra t'ja kumtojmë atyre me sjelljen tonë, me etikën tonë, t'ja kumtojmë me atë mënyrën e cila është e duhura dhe e pëlqyera, jo duke folur me vrasësi apo duke qenë ajo në trajt urdhërimi, sepse njeriu tjetër nuk ta merr këshillën, por detyrim jo. Gjithsesi, se në këtë rast tregon respektin dhe vullnetin dhe ndërgjegjen njerëzore. Po si duhet të jetë dinjiteti në marrëdhëniet shoqërore? Në jetën e përditshme, dinjiteti shfaqet përmes sjelljes së mirë. Padyshim, një gjë ndërtohesh respektimi ndaj prindërve dhe të moshuarve. Është pa diskutim një diçka shumë e vlerë dhe e madhe, sidomos respektimi prindërve. Sa herë kemi përmendur në ligjëratat e mparshme, ku direkt mbas adhurimit të Allahut vjen mos respektimi i prindërve. Pra që është gjunaf i madh mos me i respektu prindrit. Duke bërë një analizë të hollësishme, si mos me respektu prindrit, të cilët u kujdesën për ty, kur ishe i vogël, sakrifikuan për ty, dhanë për ty gjithçka, bën të pamundurën që të rritesh, të ushqesh, të shkollohesh, të edukohesh, dhe nuk i respekton. Kjo është e pa imagjinueshme. Apo të moshuarit duhen respektuar nga mosha që kanë, sepse të moshuarit janë edhe, domethënë, të dobët fizikisht nga vetë mosha që kanë. Pra, kjo është dinjitet në jetën e përditshme. Tjetër është mëshira ndaj fëmijëve dhe të dobëtve. Mëshirojini fëmijët tuaj, në sa hadithe tregon pejgamberi i dashur sallallahu alajhi wasallam se si duhet të sillemi me fëmijët, sidomos me jetimët apo të dobtit. Duhet patjetër t'i ndihmojmë, të respektojmë, të jemi pranë tyre çdo hall dhe çdo nevojë. Tjetër është drejtësia në tregti dhe marrëdhënie pune. Në tregti do të jemi të drejtë absolutisht, ashtu siç na mëson pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, apo siç na tregon Allahu në librin e tij Fisnik, ku thotë te keli, te masa, te pesha. Pra mos masni dhe peshoni mangut. Ku bëni tregti, më mirë të hanoj pesha nga ana juaj, në kuptimin që jepi pak më shumë vlerësi se sa t'ja është hakun, se vallahi është përgjegjësi e madhe dhe mos ta abuzosh me të. Vjen për ta shitur një mall, një diçka dhe nuk e ka iden apo nuk ja di vlerën atij mallit dhe ti abuzon. Se ai nuk ja di vlerën dhe ja merr me çmimin më të ulët, kurse të tjerët i japin çmim më të mirë, çmimi real,
çmimin aktual. Kjo kategorikisht nuk lejohet, vëllezër dhe motra, në Islam. Kjo ka të bëjë me drejtsinë në tregti. Kurse si, nuk duhet abuzuar. Kur tjetri nuk e ka iden, diçka vjen te ty si musliman, se shumë prej nesh merren me tregti, kanë dyqane, shesin lloj-lloj gjërash. Vjen te ty një njeri dhe me iden se ti je besimtar dhe do ta trajtosh me drejtësi, me dinjitet. Por përkundrazi, ti jo e trajtoj me drejtësi, me dinjitet, po e trajtoj në aq me përbuzje, saqë e vjedh ata me veprën tënde. Do të kemi kujdes, Allahu xhele xhelalu shikon dhe ka melek që shkruajnë çdo vepër që ne e kryejmë, pashallah. Ka dhe libra që nuk mbyllen edhe pas vdekjes tonë. Zot na ruaj, si për mirë ashtu dhe për keq. Apo marrëdhënie punës, ku të jepet diçka amanet në punë dhe ti abuzon dhe e le kolegun tënd, ja hedh kolegu tënd, ai bën edhe punën e vet edhe punën tënde, ndërkohë kjo nuk është drejtësi, nderuar vëllezër dhe motra, apo parazi. Nëse ke mundësi me ndihmu kolegun tënd në punë, po, kjo të ngret tek Zoti, po jo t'ja hedhësh, se e hasim këtë fenomen. E hasim shumë. Prandaj kjo është dinjiteti në marrëdhënie shoqërore. Tjetër është besnikëria dhe sinqeriteti në fjalë. Kurdoherë ti je besnik, kurdoherë ti je besnik dhe të thuash të vërtetën, edhe nëse ajo është kundra teje. Çu na mëson Islami kjo fe madhështore? Çu na mëson pejgamberi jon i dashur sallallahu alaihi wasallam? E përmendëm në fillimin e kësaj hutbe. Çfarë thot Allahu azza wa jall? Kurdoherë flisni të vërtetën, kurdoherë të jeni të drejtë. Fliteni të vërtetën edhe nëse ajo është kundra jush. Prandaj besnikëria dhe sinqeriteti në fjalë. Një shoqëri që i zbaton këto parime është më së qëndrueshme dhe e drejtë. Dhe jo më kot shembulli pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jeta e tij është shembulli më i mirë i ruajtjes së dinjitetit njerëzor, sepse ai i trajtonte të gjithë me respekt, falte ata që e kishin lënduar dhe kujdesej për të varfrit, të keq trajtuarit, dhe sjellja e tij tregon se dinjiteti nuk është vetëm një ide, po është një praktik e përditshme që duhet patjetër ta vëmë në zbatim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa su'in fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. S'ka dyshim se gjitha falënderimet janë për Allahun azza wa jall, që është një i vetëm, dhe paqe dhe bekimet Allahu xhele xhelalu qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wa salam, që është pejgamberi i fundit dhe s'ka pejgamber tjetër mbas tij. Të nderuar vëllezër dhe motra, dhe në përfundim po cekim se dinjiteti i njeriut në Islam është një vlerë themelore që kërkon respekt, drejtësi dhe barazi. Çdo besimtar duhet të kujdeset që ta ruajë këtë dinjitet në vetvete, po ashtu edhe tek të tjerët, duke ndërtuar kështu një shoqëri më të drejtë dhe humane. Dinjiteti i njeriut në Islam është një vlerë e thellë që përfshin respektin, drejtësinë, barazinë dhe përgjegjësinë. Ai nuk është vetëm një drejtë që duhet mbrojtur, por edhe një detyrë që çdo individ duhet ta ruajë me sjelljen e tij, duke respektuar dinjitetin e njëri tjetrit. Në atëherë ne ndërtojmë një shoqëri më të drejtë, më të qetë dhe më të afërt me parimet hyjnore. Prandaj lut Allahun e gjithë pushtetshëm, me emrat e tij të bukur, cilësitë e tij të përsosura absolute, na bëjnë ne sa më dinjitoz, na bëjnë ne sa më të drejtë,
na bëj ne sa më besnik, na bëj ne sa më human, sa më të dashur, na bëj ne besimtar të devotshëm. Na bëj na për atyre që Allahu xhele xhelalu është i kënaqur, na bëj për atyre të cilët do të jenë, do të gëzojnë në xhenetet e larta. Elusë Allahun të ndihmoj muslimanët dhe muslimanet kudo që ndodhen ata në mbar botën, sidomos kamnorët, sidomos vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë, Allahu ja lehtësoft atyre. Elusim Allahun të mëshiroj të gjallët tanë, të vdekurit tanë, wa sallallahu ala sejdina Muhammed.